Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së zjarrit. Do bëjmë elementin e zjarrit të sot të dashur dhe do fillojmë me dashin si shenjë e parë. Kjo hapje letrash quhet Celtic Cross dhe secila letër ka kohën e vet, në kuptimin e saj. E para kjo këtu që është aktuale, është e kaluara, rezultati, frikrat, ndikimet, e ardhmja e afërt e kështu me radhë, por duke i marrë letrat dhe duke ju shpjeguar. E para është aktuale, gjendja juaj aktuale që është 6 të kupës. Në zemrën e juaj të dashur deshër po zgjohet diçka e vjetër, një kujtim, një ndjenje apo një person që ka lënë gjurmë të thella, por rikthehet në mendje. Kjo letër flet për mallin, nostalgjinë dhe lidhjen me një ndjenjë të pastër që ka ekzistuar dikur. Mund të jetë dashuri nga e kaluara, por edhe një kujtesë për mënyrën se si ke dashur dikur, mund të jetë ajo të dashur deshër. Me më shumë sinqeritet e më me pak frikë, ashtu e mbani mend. Këshilla e kësaj letre të dashur deshur thot: mos i largon ndjenjat që rikthehen, ato nuk po kthehen kot. Kujtimet janë mësime për të ndihmuar të duash ndryshe, kësaj radhe, për çfarëdo që të bëhet fjalë. E dyta është problemi dhe frika. E të dashur është pesë të monedës. Në thelb të apo problemi, sfida, frika, këto gjëra. Në thelb të sfidës tënde është ndjenja e mungesës, qoftë ajo emocionale apo materiale. Mund të kesh ndjerë se ke dhënë shumë, e ke marrë pak, apo se ke mbetur jashtë një derë që dikur e quaje shtëpi. Kjo letër tregon lodhje shpirtërore, por edhe nevojën për të pranuar, ndihmë për të mos u mbyllur. Këshilla e kësaj letre të dashur deshër: mos mendo se je vetëm. Absolutisht, forca e vërtet është të lejosh dikë të afrohet kur ke nevojë. Zakonisht në këtë nostalgji tani mund të jetë diçka dhe ajo është frika të hapesh përsëri, të duash përsëri, të pranosh përsëri. Kur përjetojmë gjëra të tilla është paksa e vështirë dhe këshillat apo letrat të thonë: ju të gjithë jemi njësoj. Po të ishte ashtu s'do doni më kurrë, s'do flisni me asnjë pas ndonjë zhgënjimi, dhe kjo është ajo që ju fton. E kaluara që në fakt ndikon. E kaluara ka qenë periudhë e ndërtimit, e përkushtimit dhe stabilitetit, ashtu të paktën e keni ndjerë dhe ju. Për familjen, njerëzit që ke dashur, për sigurinë e tyre, por kjo letër tregon se ndoshta gjatë këtij procesi absolutisht ke harruar veten. Këshilla e kësaj letre të dashur deshër thot: mos harro se ajo që ke ndërtuar për të tjerët është vlerë, por tani është koha të ndërtosh edhe për veten tënde. E ardhmja e afërt të dashur deshër është asi i kupës. Pra, ajo frikë të hapesh, ajo frikë të fillosh nga e para, ajo frikë që ke ndërtuar dikur, ke quajtur një vend shtëpi, apo dashuri, apo vatër, apo shoqëri, apo çfarëdo që të ketë qenë. Një fillim i ri po vjen në zemrën tënde. Kjo letër është dhurata e emocioneve të reja, e dashurisë që hapet dhe ndjenjave që rigjallërohen. Mund të jetë një person i ri që të zgjon ose një mënyrë re të ndjerit ndaj dikujt ekzistues. Zemra jote po rilind. Pra, këshilla e kësaj: mos e pengo dashurinë nga frika, siç ishte kjo letra, apo çfarëdo që të jetë, se mos të plagosesh përsëri. Këtëherë ti e di më mirë si të ndihesh dhe si të mbrohesh, të dashur deshër. E pesa që është vetëdia, ajo që di në fakt, në mendjen tënde është një zgjidhje.
Dashuria, partneriteti ose rruga që duhet ndjekur. Kjo letër të tregon se je në pikën ku duhet vendosësh me zemër, të jesh vidishëm që një vendim i ndjeshëm do të përcaktoj drejtimin tënd të ardhshëm. Këshilla e kësaj letre të dashur, mos kërko vendimin e duhur në logjik. Zemra jote tashmë e di përgjigjen, thjesht ke frikë ta pranosh. Nën vedia, ajo që se di, shtat të shkopive. Në mbrëmësi ndihesh sikur duhet të mbrohesh, ndoshta nga zhgënjimi që ke patur, ndoshta nga kontrolli që do të mbash, të jesh e sigurt në gjëra. Ke frikë të mos të marrin për të dobët, apo për të mirë qenë. Ndaj ma një gardë energjie për rreth vetes. Kjo është letër të kujton se kjo mbrojtje nga njëherë të mban dhe larg dashurisë apo gjërave që do, duke u mbrojtur më shumë se ç'duhet. Të mos zhgënjesh pra. Këshilla e kësaj letre të dashur thot: mbro veten, por mos ndërto mure. Aq të larta sa të mos mund të arri asgjë. Asgjë ti kapërcej ato mure. Ndikimi yt personal të dashur është the full, letra 0. Energjia jote tani është e re, e pastër dhe e guximshme. Dashi është gati të bëjë një hap përpara edhe pa ditur saktësisht ndoshta çfarë pret. Kjo është një periudhë ku fillon një kapitull i ri të dashur, dhe më shumë besim, më shumë dritë dhe më pak frikë. Këshilla e kësaj letre: mos kërkojmë garanci. Universi shpërblen ata që hedhin hapin, jo ata që presin kushtet apo kohën perfekte. Ndikimet nga çfarë mund të ndikojnë nga jashtë, apo ndikimet e jashtme, është kalorësi i monedhës. Një person apo situatë përreth teje, po ecën ngadalë, por me qëndrueshmëri. Mund të jetë dikush që nuk shpreh shumë fjalë, por tregon përkushtim me vepra. Apo një mundësi që po zhvillohet ngadalë. Është energjia më ngadalë në tarot të dashur, por me baza shumë të forta dhe drejtimin apo qëllimin nuk e humbet kurrë. Këshilla e kësaj letre: mos nxit. Gjërat duhet të ndodhin me vërtetësi, vinë në ritmin e tyre natyral. Pra mos të ngutemi as edhe një gjë për të bërë më shpejtë, të lënë të lejoj me rjedhën, nga që në këtë rrugë dhe ju do meni një lloj shërimi të dashur, që të besoni përsëri për çfarëdo që të bëhet fjalë. Shpresat dhe frikrat. Ti shpreson të marrësh kontrollin, të gjesh stabilitetin, të ndihesh zot i vetes, por në të njëjtën kohë ke frikë se mos kjo të mbyllë shpirtërisht, se mos duke qenë i fortë apo e fortë humbet butësinë që ke ndier dikur. Këshilla e kësaj letre të dashur është: forca e vërtet nuk është në kontroll, por në ekuilibër. Të dim të japim aq sa marrim. Mos haro se edhe udhëheqësit, liderët kanë zemër. Ta përdorësh aty ku duhet. Rezultati i gjithë këtij leximi është mbreti i shkupive. Është fuqizimi. Nga gjithë ky proces del me shumë vetbesim, me pasion dhe qartësi. Je gati të udhëheqësh, jo të ndjekësh. Kjo letër të dashur tregon që e kthen dhimbjen në forcë dhe pengesat në frymëzim. Këshilla e kësaj letre është: ti nuk je më ai që lufton për të pranuar. Ti tashmë je ai që udhëheq me shembullin e vet, duke marrë shembull veten tuaj. Të dashur, ky lexim ishte një udhtim nga kujtimet e së kaluarës drejt rilindjes emocionale. Dashi ka kaluar në përndjenje, mungesë dhe lodhje, por tani hapet drejt dashurisë apo çfarëdo që është qëllimi i juaj së re dhe forcës së re. Kjo është periudha kur i kthehesh tek vetja, jo për të mbrojtur më veten, po për të dashur me ndeshmëri. Nga kujtesa në vetbesim.
kjo është rruga jote këtë periudhë të dashur deshër.